Jemi në ambientet e Muzeut të Kështjellës, në Kalan Rozafa. Duhet të flas për një objekt tjetër të rëndësishëm. Nëse në Shkodër kishte deri më tash vetëm 2 muaj të mishkrime në latinisht, mishkrimi 3 muajt është zbuluar rreth vitit 2001, është zbuluar në sterën e ujit që është në oborrin e dytë. Në 2022 u bë një kopje e tij nga restauratori i Drejtorisë Rajonale të Monumenteve, zoti Petrit Bilali, është vendosur për publikun e gjanësh në muze. Përveç saj kena bërë edhe përkthimin e mishkrimit nga latinishtja në shqip dhe në anglisht. Faktikisht është një mishkrim i cili ishte bazamenti ose pjedestali i një statuje që qyteti i Shkodrës ja kushtonte komandantit të vet dhe përshkroi e gjithë karriera e tij ushtarake. Të nis nga grada ma thjesht ishte pas në ushtrinë romake deri te grada ma e lartë.